Kategoria mesme, pesha 75 kg, takohet Besim Ibrahimi, antari skuadrës e Prishtinës, kundër Gjavit Visokës, antari skuadrës Gjakova 137. Ju kujtohet, Gjavit Visoka ishte antari Prishtinës, si vjetë kalen e skuadrën e Gjakovës, është luftarak, bokseri që diti që rëje sapit me një goditje, dhe të shofim se do të nasjellë këtë duel. Gjavit Visoka është me të veshurat e kuqe, ndërsa me të veshurat e kaltërta është Besim Ibrahimi. Pra dy shokë që kanë servitur një kohë të gjatë në njëjtin klub, më thash Gjavit Visoka ka boksuar për skuadrën e Prishtinës, si vjetë kalene radhët e Gjakovës 137. Gjyshtar në ring është Ismail Bosnjaku nga Bosna e Hercegovina. Rundi i parë. Visoka është bokser me eksperiencë jashtëzakonisht të madhe, ka boksuar edhe në Gjermani. Në tash se Visoka është bokseri cili dëshiron me goditë të qërejë sapit, mirë po jeni duke vërtetur se nuk jep respektet të pruar Besim Ibrahimi. Pas një kroshej mjaft të fort në knockdown, o gjendë si duket nuk i numëron Rëshiti Besim Ibrahimi. Përfundun 2 minutat e para, pat mjaft këmbim goditjesh, si nga ana e Besim Ibrahimit ashtu dhe Gjavit Visokës. Të dytë pra janë bokser fajter të cilët nuk kursejnë forcë, dëshirojnë të qërojnë e sapët me një goditje, po them u këmbim shumë goditje, kam përshtypjen se ky duel nuk mund të zgjas 4 runde. Njeni prej bokserëve duhet të kapituloj, nëse natyrisht vazhdojnë me një stil të këtij të luftës. Ja pra vazhdimisht e sulmon Visoka Besim Ibrahimi, por e pat me kundër goditje edhe Ibrahimi është mjaft i suksesshëm. Ja këto janë momente kur i ka 2-3 goditje të lidhura Ibrahimi. Ky është momenti kur e godeti Besim Ibrahimi në Gjavit Visoka. Rundi i dytë. Besim Ibrahimi me kundërgoditje si me Visokën. Eja tani pas kësaj goditje, përsëri që duket të rëshit të ishte
Ma tepër ka rakje këtu. Gabimin më të madh më duket Visokës duke bërë sepse nuk është duke aplikuar garë të mbyllur. Dhe përfundoi rundi i dytë, po them, gabimin më të madh është duke bërë Xhavid Visoka, i cili nuk është duke boksuar me garë të mbyllur, ka vetbesim të tepruar në vetvete, mirë po e pat me kundërgoditje Bujar Sedi Udisar ishte mjaft i frytshëm. Lufte pa kompromis, u këmbyn shumë goditje në 2 runda. Natyrisht do të shpahet edhe bokseri më i mirë i këtij turneu, i cili do të merr mjaft shpërblime, mes tjera shpërblimi më interesant është pasteqeria Fellini, do t'ia dhurojë bokserit më të mirë një torte të rëndë 60 kg. Pra bokseri më i mirë ka rast që një muj ditë të ha torte. Tani kjo moj përngjan Rakës, pra goditjet e pa kontrolluara. Përfundoi edhe këtë rundë, ishte mjaft të vështirë për të 2 bokserët të këmbyn shumë goditje, po them, nuk u mbështeten as sa duhet në teknikën që e posedojnë, ma tepër dëshirojnë që të zhvillojnë rakje të haptë me saj të vendosmërisë, që njeri apo tjetri sa ma parë të përfundoj duelin, pra zhvillojnë rakje të haptë dhe me saj të kësaj pam këmbim të shumë goditjeve, me siguri se rundi 4 do të vendosë se cili prej tyre do të nga nej dhe cili do të ngritet dora lartë me shajtën asaj që dëshmojnë këto 4 runda. Ja, këto janë pra goditje mjaft e pak kontrolluara, po them ishte dueli më i rrep në takimin e sotëm. U këmbyn shumë goditje, pak i u kushtuar rëndësi teknikës shmangjeve, si njeri ashtu e tjetri zbatuan loj ofanzive. Rundi 4.
Përfundoj edhe këtë luftë me qëllim nuk ndërhyra pak mjaft këmbim të goditjeve, me duket se ishte ndëri ma luftarak që pam deri me tani, po them shumë pak ju kushtu rëndësi teknikës dhe shkallësisë bujare, ma tepër u këmbyn goditje kroshe dhe direkte, nuk mungun as goditjet e uppercutit, që thotë se bokseret si njeri ashtu dhe tjetër dëshiruan që sa ma parë të lirojnë e sapit, mirë po në boks dhjetë se mungesa e forcës bën që të tupitën refleksit dhe sidomos në rundin e 4 si duket mezi pritën të dy bokseret të përfundoj këtë duel. Është natyrshme sepse shumë këmbime, shumë goditje u këmbime këtë duel. Me vendimin unanim të gjyqtarëve, fitore shënoi Besim Ibrahimi.